vetëm Partia Socialiste, qysh në kryet herës nuk ka lëvizur asnjëherë asnjë milimetër nga vija e drejtë e mbrojtjes së interesit kombëtar. Dhe për këtë ka plot shembuj që mund të merren, por shembulli më kuptim plot e madje ulëritës në sensin negativ është shembulli që dallon si ditën me natën Partinë Socialiste me kundërshtarët e saj politik. I dallon si dita me natën sepse siç ka ndodhur në historinë e këtyre 35 viteve dhe vazhdon ndodh dhe sot. Partia Socialiste gjendet përballë një fronti kundërshtarësh që nuk lën gjë pa thënë ndaj përfaqësuesve të saj. Nuk kanë lënë gjë pa thënë në kryet herës, nuk lënë gjë pa thënë sot dhe nuk do të lënë gjë pa thënë deri kur do të jenë ata që janë humsit kronik dhe shpirti i shkatrimit në politikën shqiptare. Dhe ata e sulmuan brutalisht Partinë Socialiste si parti e lidhur me Serbinë, si parti shërptore e Beogradit, por e vërteta tregoi diçka krejt tjetër, që pikërisht ata që rrihnin gjoksin ditën dhe gjuanin me gur Partinë Socialiste, natën thyenin embargon e botës demokratike ndaj Slobodan Miloševićit dhe furnizonin me naftë makinerinë e tij të pastrimit etnik.